Sot do të ndalemi tek Luka kapitulli 4 dhe do ndalemi pikërisht tek fundimi i Jezusit. Në fakt, ne mbyllëm edhe me vargun 21 dhe 22 i kapitullit 3 herën e kaluar që mësuam që Jezusi u pagëzua. Pra dhe ndodhi që mbasi u pagëzua gjithë populli dhe Jezusi u pagëzua dhe ndërsa po lutej qielli u hap. Dhe fryma e shenjtë zbriti mbi të në trajt trupore që si të pëllumit. Dhe prej qiellit erdhi një zë që thoshte ti je biri im i dashur, ty të kam pëlqyer. Dhe pikërisht vim te kapitulli 4, kur neve zyrtarisht mësojmë që Jezusi tani tashmë ka hyrë në shërbesën e tij deri tek kryqëzimi. Që nga momenti pra që Jezusi u pagëzua, fillojnë me tundimin. Lexojmë vargjet 1 deri në 13 dhe 14 që e mbyll tundimin plotësisht. Dhe Jezusi, plot me frymën e shenjtë, u kthye nga Jordani dhe fryma e çoi në shkretëtir, ku për 40 ditë u tundua nga djalli. Gjatë atyre ditëve ai nuk hangri asgjë. Dhe kur ata kaluan në fund e mori uria. Dhe djalli i tha: nëse je biri i Perëndis, thuaj këtij gurit të bëhet bukë. Dhe Jezusi u përgjigj duke thënë: është shkruar, njeriu nuk mund të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë të Perëndis. Pastaj djalli e çoi në një mal të lartë dhe për një çast i tregoi të gjitha mbretëritë e botës. Dhe djalli tha: unë do të jap gjithë pushtetin e këtyre mbretërive dhe lavdinë e tyre, sepse mua m'është dhënë dhe unë ja jap kujt dua. Në qoftë se ti, duke rënë përmbys më adhuron, do të jetë krejt e jotja. Por Jezusi duke u përgjigjur tha: largohu prej meje Satan, sepse është shkruar, adhuro Zotin Perëndin tënd dhe shërbej vetëm atij. Pastaj e çoi në Jeruzalem, e vuri në majtë të tempullit dhe tha: nëse je biri i Perëndis, hidhu poshtë që këtej, sepse është shkruar, ai do t'u urdhëroj angjëjve të vet rreth teje të të ruaj, ta do të mbajnë mbi duart e tyre që këmba jote mos të ndesh në gurë. Dhe Jezusi përgjigj dhe tha: është thënë, nuk do të ndosh Zotin Perëndin tënd. Dhe kur djalli e mbaroi të gjithë tundimin, u largua prej tij për një kohë. Dhe Jezusi në fuqinë e frymës u kthye në Galile, fama e tij u përhap në mbar krahinën përreth. Dhe më re që nga momenti që Jezusi u pagëzua, le të themi hyri zyrtarisht në atë, unë mendoj që jo se Jezusi nuk ishte me frymën e shenjtë, por mendoj që ka dhe një mësim, një gjurmë që neve duhet ndjekim, hapa që neve duhet ndjekim si të krishterë. Edhe një nga hapat pra është edhe pagëzimi. Dhe një nga hapat pra është pagëzimi, marrja e frymës së shenjtë. Do mundohemi që të nxjerrim disa mësime në këtë pasazh që lexuam së bashku, për duke ditur që ka më shumë se sa unë do mund të nxjerr rreth kësaj kohe që kemi bashkë. Por dhe më re se çfarë ndodh dhe mënyrën se si e tundon Satani Jezusin. E tundon me bukën e gojës, me ushqimin. Pra është diçka që neve tundohemi shpesh. Po çfarë bëjmë? Duan të hamë, duan të ushqehemi. A e kemi dëgjuar të duhet punojmë, na pëlqen s'na pëlqen puna, duhet të punojmë. Edhe këtu nuk po e ngrem atë fjalën që ose hipotezën që nuk na pëlqen s'do punojmë. Por
shprehemi në mënyrë të tillë, pra që në momentin kur neve e kemi shumë të rëndësishme. Pra vargu 3. Ka marrë uria, po i thot djallit. A thuaj bukë, thuaj jep urdhër që gurët të kthehen në bukë dhe të kesh të hash. Por vini re përgjigjen e Jezusit. Është shkruar thot që njeriu nuk do të rrojë vetëm me bukë, por me çdo fjalë të Perëndisë. Këtë e gjem edhe tek ligji për të rirë, kapitulli 8. Por vini re, neve fokusohemi aq shumë tek ana jon fizike, edhe ndaj është dhe dobësia jon në besim, mendoj unë. Në momentin që neve fokusohemi tek buka, pra tek ushqimi ynë, ajo bëhet pjesë, në thonjza mund të themi dhe Zoti ynë, që shqetësohemi shumë. Por Jezusi na tregon që është shumë e rëndësishme, po aq sa ju mendoni që është e rëndësishme buka fizike, është e rëndësishme edhe buka shpirtërore, pra ushqimi ynë shpirtëror. Imagjinoni për një moment, në qoftë se neve do të kishim simptomat fizike, kur trupi ynë nuk është në rregull, pra kur kemi uri, neve si kuptojmë, na grryen stomaku, themi. Më greu, por imagjino sikur në të njëjtën mënyrë siç do të kishim urinë fizike, të kishim dhe urinë shpirtërore. Çfarë do të ndodh? Do na grryente stomaku shpirtëror, le të themi. Edhe do të shqetësoheshim, siç po shqetësohet ose siç po mundohet djalli ta drejtoj Jezusin të shqetësohet për bukën fizike, Jezusi po i thot, por duhet të shqetësohemi gjithashtu edhe për shpirtëror. Pra koha që neve shpenzojmë që të ushqejmë shpirtin tonë me fjalën e Perëndisë dhe me lutje, është shumë e rëndësishme. Pastaj vargu 5, djalli e çoi në një mal të lartë dhe për një çast i tregoi të gjithë mbretëritë e botës. Cili është undimi i radhës? Pasuritë. Ne nuk duhet të themi tani që mos kërkojmë, mos punojmë që të ndërtojmë pasuri fizike. Por është e rëndësishme që siç mundohemi të ndërtojmë pasuritë fizike, le të mundohemi të kemi dhe pasuri shpirtërore. Edhe Satani ndërsa po i tregonte gjithë pasuritë, unë do të jap pushtetin, do të jap gjitha të tuat, të bëhen të tuat, në qoftë se ti më adhuron mua. Jezusi i përgjigjet: largohu pas meje, Satan, sepse është shkruar, adhuro Zotin, Perëndin tan dhe shërbej vetëm atij. Shpesh herë neve na bën ajo pasuria, puna, na bëhet Zoti ynë shpesh herë, saqë neve nuk gjejmë dot më kohë për Perëndin, për të adhuruar Zotin, për të shpenzuar kohë me Zotin, për të ushqyer shpirtin tonë. Por Zoti na kujton që ne nuk duhet të adhurojmë diçka tjetër përveç se Perëndisë. Ky është një mësim tjetër që ne duhet të kemi parasysh dhe duhet të mësojmë. Pra, ashtu siç e para ishte, ashtu siç neve shqetësohemi bukën fizike që neve e vëmë edhe na hyn tmerri, atë ashtu duhet të kemi edhe ne edhe për anën shpirtërore. Vargu 9, shikoni çfarë i bën, çfarë tundimi tjetër i bën Satanit. Pastaj e çoi në Jeruzalem, e vuri në majtë të tempullit dhe tha: nëse ti je biri i Perëndisë, hidhu poshtë çik tek, sepse është shkruar, ai do të urdhërojë angjëjt e vet dhe rreth teje të ruajnë, dhe ata do të mbajnë mbi duart e tyre që këmbë jote mos të ndeshet në gurë. Dhe Jezusi përgjigjet: nuk do të tundosh Zotin ta, pra Perëndin ta, nuk është shkruar në këtë lloj mënyre. Shpesh herë një nga tundimet tona të radhës, mua më duken goxha aktuale,
Kur njerëzit thonë, po pse, po patet i probleme, po patet vështirësi, do të ruaj Zotit, edhe e njëjta mënyrë Satani përdori, pra është aq e vjetër, por dhe aq aktuale për ne sot, ky lloj tundimi. Por Jezusi thot, mos e tundo Zotin ta, Perëndin. Dhe çfarë do të thot kjo? Çfarë na mëson neve kjo? Na mëson që ne duhet të kemi besimin pavarësisht se ne do të humbasim ose do të dëmtohemi fizikisht. Por gjë është e sigurt për ne që neve kemi anën tonë shpirtërore, kemi Perëndin. Ajo është çfarë neve duhet të shqetësohemi për anën tonë shpirtërore, për gjendjen tonë shpirtërore, për jetën tonë shpirtërore, për marrëdhënien tonë me Zotin. E kemi një vënë re që edhe pse jeta jonë fizike është e shkurtër, të gjithë njerëzit mundohen, se në fakt nuk e dim se kur mund të ndodhi ndarja nga jeta, por të gjithë njerëzit mundohet ta mbruajnë, ta ruajnë, ta zgjasin jetën fizike. Por në fakt besojmë që edhe të gjithë bjen dakord që asnjëri nuk mund të zgjasë asnjë sekond të jetës. Sepse është në mëshirën dhe në hirin e Zotit, dhe Zoti vendos ditët tona. Por ne shqetësohemi shumë për këtë. Edhe në qoftë se kjo do të jetë pjesë le të themi atyre frikërave tona, kjo do të na e zbehi besimin që ne kemi për Perëndin. Do të na largoj nga marrëdhënia jon me Zotin. Vini re, në këto momente e gjithë bota është nën, le të themi, nën sundimin e pandemisë, nën frikën e pandemisë. Shumë njerëz, përfshirë edhe mua, kemi frikën se do na zej. Kemi frikën se mund të infektohet. Po infektimi më i madh ne e dim se është mëkat, që na ka larguar nga Perëndia. Edhe kjo është, besoj se Zoti mund ta e përdor këtë edhe për të shoshitur, edhe për të situr, edhe për të dalluar kush janë besimtarët e vërtet. Në tundimet, në vështirësitë që neve kalojmë, tregojmë që a kemi ne besim tek Zoti, a jemi neve vetëm në momentet tona më të bukura, më të mira që neve jemi të gëzuar dhe jemi Zotit mirënjohës dhe jemi Zotit falënderues. Po apo jemi gjatë gjithë kohë. Edhe në fakt shumë kisha në të gjithë botën janë zvogëluar në numër. Por besoj që gjithë ne mund bjem dakord që neve ata janë rritur në cilësi. Ndonjëherë, jo ndonjëherë, po gjatë gjithë kohës, sasia dhe cilësia nuk se korespondojnë me njëra tjetrën. Sasi mund të ketë shumë, por cilësia mund të jetë e pak. Pra, Zoti kërkon cilësi, Zoti kërkon zemrën, Zoti kërkon privilegjin që ne duhet kuptojmë që Zoti na ka dhënë. Çfarë mësojmë dhe të mbajmë mend? Një nga tundimet e radhës dhe besoj që janë aktuale nga ky mësim që morëm së bashku është ushqimi, pasuria dhe mbrojtja. Që nëse ne mendojmë që Zoti do na ruajë, do kështu edhe, por ne nuk mund ta tundojmë Zotin. Pra, edhe pse duken pak, po këto janë 3 nga tundimet më të forta edhe më të frikshme që njeriu mund të ndodhë. Kur është në momentin që nuk ka për të ngrënë, kur është në momentin që nuk ka para, dhe kur është në momentin që nuk ndihet i mbrojtur. Çfarë bë? Edhe shpesh herë këto janë ato frikrat që na mundojnë neve kaq shumë sa na largojnë nga Zoti. Të gjithë secilin për ne, e kemi këtë lloj frike, shpesh herë. Të mendosh kur nuk kemi diçka që nuk shkon në punën aty ku jemi, themi do ikim, po ku do vete? Mirë ke po. Kam fëmijë për të ushqyer. Në qoftë se vjen në dyshim pasuria jote,
ti kërkon të luftosh ta mbash atë me sa të mundesh të thua, e kam bërë me gjak. Me çdo mund të shpenzon që të mbash të kesh mbrojtjen fizike. Por të gjitha këto është një iluzion i frikshëm që na mundon gjithë secilit prej ne, sepse ne dim dhe jemi dakord që jeta jon në tokë është e shtuar. Por përjetësia është shumë e gjatë. Për të mos u shqetësuar për jetën tonë shpirtërore. Për mos të shpenzuar kohë që të ushqejmë shpirtin tonë. Për mos të shpenzuar kohë për të mbledhur pasuri shpirtërore. Për mos të shpenzuar kohë për të siguruar mbrojtjen e shpirtit tonë. E ku ka më mirë të sigurosh mbrojtjen e shpirtit tënd nëpërmjet gjakut të Krishtit, edhe të fitosh përjetësinë. Ky është problemi jon kryesor. Edhe në qoftë se neve do ta kemi këtë lloj mundësie, do të jemi në gjendje që t'i dhamë në kontroll këto, ne mund të arrijmë gjëra të mëdha. Sepse një diçka që është shumë e rëndësishme që neve duhet ta kuptojmë është që Zoti na bekon. Na bekon gjithë secilin prej nesh. Unë nuk e di si ose kur, por unë di që vetë se duhet sy për t'i parë këto bekime në jetën tonë. Zoti nuk ka hequr dorë nga njerëzimi. Shpeshherë edhe ndodh që njeriu heq dorë nga Perëndia, edhe nuk është në gjendje që të shikojë bekimet që vijnë prej Zotit, prej Perëndisë. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin prej jush dhe Zoti ju bekon.